që nga arrestimi i kryebashkiakut të Stambollit Ekrem İmamoğlu, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan te uheshtjen dhe tha se partia kryesore e opozitës kërkon të mbuloj gabimet dhe të mashtroj popullin duke bërë teatër. Ato kanë humbur ekuilibrin aq shumë sa janë në gjendje të sulmojnë policinë, të kërcënojnë gjyqtarët dhe prokurorët. Ato po zgjedhin rrugën e lehtë për të provokuar bazën dhe për të mashtruar popullin me parulla politike. E çështja e brendshme e Partisë Popullore Republikane nuk është shqetësimi vetëm dhe i popullit. Ne nuk kemi kohë për të humbur me teatrët e opozitës. Presidenti Erdogan është kryesori i akuzuar për arrestimin e kundërshtarit vetëm pak ditë pasi ai do të zgjidhej zyrtarisht kandidati i opozitës për zgjedhjet e ardhshme presidenciale. İmamoğlu, rivali kryesor politik i presidentit Recep Tayyip Erdogan, u arrestua të mërkurën, i akuzuar për korrupsion dhe mbështetje të në grupi terrorist. Partia kryesore opozitare e ka cilësuar arrestimin e tij tentativë për puç kundër presidentit të ardhshëm. Arrestimi i İmamoğlu u kujton shumë turqve kohën kur vetë Erdogan u arrestua në vitin 1998, ndërsa mbante postin e kryetarit të Bashkisë së Stambollit.